Po shkakton një nga tragjeditë më të mëdha, zbardhet historia trunditse kush është Vladimir Putin, një histori pa dashuri dhe pa prindër biologjik dhe ngjashmëri e frikshme me Hitlerin. Pushtimi rus i Ukrainës është një nga tragjeditë më të mëdha të viteve të fundit në Perëndim. Presidenti rus ka qenë për dekada një nga figurat më me ndikim në politikën botërore dhe megjithse shumica e njerëzve e ndjenin se ishte një person potencialisht i rrezikshëm, ata kurrë nuk e imagjinonin se ai do të arrinte ekstremet aktuale aq më tepër duke jetuar në shekullin e 21. Nga ky moment, të gjithë pyesin se cila është origjina e atij zemërimi, asaj ambicie të tepruar, asaj mizorie. Ja dhe çelësi personaliteti të Vladimir Putin. Një fëmijëri pa prindrit e tij biologjik, i lindur në Leningrad në vitin 1952. Karakteri i vetmuar i liderit të Kremlinit filloi të formohej gjatë fëmijërisë së tij, në të cilën ai duhet të rritej në një familje zëvendësuese në të cilën e kishin dërguar më parë prindrit e tij biologjik. Sipas politologut Stanislav Belkovski, kjo i shkaktoi atij shumë trauma, të cilat e shtyn atë të mos u besonte njerëzve dhe të ndihej rahat vetëm në shoqërinë e kafshëve. Në fakt, miqtë vetëm të presidentit rus janë dyqenë e tij, koni dhe buf. Zakonisht, plagët si mungesa e dashurisë ose vetmia zakonisht mbulohen me një pamje të fortë, me një guack fuqie. Kjo vlen edhe për Putinin, i cili shpesh kërkonte vëmendje dhe shfaqej si një mashkull dominues sa herë që mundet ose është interesuar. Vitet e fundit ai shpar duke peshkuar me gjoks të zhveshur, duke tundur pushkët, të gjitha për të treguar një imazh të burrërisë e përsisë mashkullore. Një personazh i paepur dhe i plagosur për të cilin Angela Merkel foli tashmë vite më parë. Ai ka pasur gjithmonë një nevojë urgjente për të treguar se kush është më i fortë. Rreziqet për të qenë gjithmonë mashkull dominues vijnë gjithashtu nga përfshirja në sjellje të keqe, madje edhe nga më të dhunshmet. Në rastin e Putinit, autori gjerman Henrik Schmid e mbon. Pohoi se ish agenti i KGB-s, dhunoi fizikisht ish bashkëshorten e tij Ludmila gjatë viteve 1980 dhe se sot ai nuk ka asnjë lidhje me të. Ata u divorcuan më pas në 2013. Putin ka dy vajza, Maria 37 vjeç dhe Ekaterina 36 vjeç. Veç kësaj, i njëjti autor zbulon një realitet kurioz të Putinit, i cili me sa duket ky fundit nuk është shumë i dhënë pas seksit. Seksi dhe jeta seksuale janë krejtësisht të huaja për të. Putin dhe Hitleri, dy profile të ngjashme. Nëse Putin është kërcënimi kryesor për perëndimin tani në mesin e shekullit 20, ishte një tjetër lider që gjithashtu vuri nën kontroll të gjitha kombet e botës, Adolf Hitleri. Një njeri që ka disa ngjashmëri me presidentin rus, si traumat e fëmijërisë, mungesa e dashurisë dhe kërkimi jo vetëm i fuqisë ekonomike dhe sociale, por edhe fuqisë territoriale. Kjo histori do ta kishte zanafillën tek nostalgjia, sepse për shumë politolog, Putini nuk është gjë tjetër veç se një produkt i poshtrimit që pësoi Bashkimi Sovjetik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fund të luftës së ftohtë.